i parë ja bëj, ku dalin jashtë, i thon vetë aja vleti, ti thoj ata fjalë. Tamam. Pra, dhe ky s'ka ç'a thot. Tamam. Se nuk thot do të e provova, sepse nuk është gjë me të provuar me kjo, nuk është se prandaj them detyra jote është që atë jo ta sulmosh. Detyra jote është që ta lasi detyrës si amanet. Atë mos bëj gabim ta lësh të fitojnë. Mos e lër. Sepse po e la të fitoj ai del fitues edhe në debatin që ka bërë me ty, ai del fitues i këtij formati dhe ti këtë gjë duhet mendosh, si ta bllokojnë që mos të fitojnë ai. Për zotin, që mos i dalin në vend atij. Kjo është qëllimi jot. Jo si t'ja kthejon atij që ti them ta bëj më keq, jo. Ai nihet keq, se është goxha burr, ai nihet keq vetëm nëse nuk e lën ti me fitu. Kjo është detyra jote, jo ta ulësh në pjacën të bësh nivel ti për me e bat më keq, me i përmendi kem ose me shati kot. Jo. Ti thuj unë jam kam pas i shprehje unë këtë që e thosha, o shok i thosha, unë jam 2 muaj mrapa, unë jam prill i thosha, unë jam lan janar i thosha, kupton? Pra ideja është që ti duhet të shohësh më larg, ç'a të sjell ty kjo gjë. Është shkak pasojë. Dakor? Marko, kujdes mikrofonin. Është shkak pasojë. Ti mos mendo se a lëndon për momentin, ti mendo ç'a vjen pas asaj. Se ky, po e pau që nuk ka gjë për të rezi, ky do shkojnë edhe herë ku ka qenë, te ai nivel. Dhe ti aty duhet të jesh ti thosh domethënë, kjo është mënyra jote e vetë. Po unë pikërisht ty në këtë ditë kam pritur që ti të rikthehesh aty ku ke qenë. Se nëse ai rikthehet aty ku ka qenë, kjo tregon që është zot ti nuk bash me një. Ashtu është pa. Kështu që mos ai kënaqet kët, ai kënaqet. Vendos mikrofonin. Ai kënaqet domethënë nëse të bllokon ty. Nëse të bllokon ty, nëse të bën ty më keq, nëse të bën ty me ai në gjesi. Ai kënaqet me të bëj ty më keq. Pse? Ja, kjo buzëqeshje që vuret tani, kjo është më vrastare se sa me i thani ik pirdhu aty. A do të? Kështu që mos ja jep këtë lloj krahasie asnjërit. Se je shumë i mirë, je shumë lart. O zoti të rujtë. Je shumë lart dhe çdo fjalë ta vlerësoj. Çdo fjalë ta vlerësoj. Jo, është ajo fjala që thonë këtu s'ka vend ajo fjalë, po unë uroj që ti shkosh në fund të rutinit, si shke hy, dhe delsh i lumtur prej këto, që kur delsh të dera, mos delsh i mërzitur, po delsh i qeshur. Si shke hy? Ashtu vllash. Kur ke hy ke i emocionum, nuk ke hy friksum, i emocionum. Dhe kur dalësh, duhet që dalësh i lumtur, dhe kur delsh i lumtur, cila do qoftë ajo ditë, unë e di që atë emocionin e parë ti do me përjetu me nanën tënde, me familjen tënde, dhe është diçka e jotja. Po ta dish që të nesërmen në asaj dite, unë do jem të prit po shtëpisë, do pyes ku ke shtëpinë ti, se unë se di. Tani në Tiranë jam komplet lëmsh plak. As nuk kam